Më 20 maj do të hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë. Aplikimet do të kryen online, por fermerët do të mund të marrin asistencë pranë zyrave të agropikave në të gjithë vendin, dhe ta kryen aplikimin për të marrë financim edhe fizikisht. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh dhe synon financim edhe të firmave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri i bagëtive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krerë lop do të marrin ata blegtor që kanë tufa jo më të vogla se 5 bagëti. Ndërsa tek të imtat financimi është në vlerën 1.500 lekë për krerë për tufa jo më të vogla se 50 krerë. Për herë të parë financim do të ketë edhe për dosat në 7.000 lekë për krerë, kush ka tufë jo më pak se 5 krerë, kurse për bletarin financimi dyfishohet në 20.000 lekë për zgjua. Fokus të shtuar në skemën e re kombëtare do të ketë edhe mbrojtja biologjike në bujqësi, pra që në vend të pesticideve të përdoren insekte për të luftuar dëmtuesit e bimëve. Risi është edhe financimi të rinjve që do të investojnë në ferma bujqësore dhe blegtorale, pasi do të mund të marrin deri në 70% të vlerës së investimit, por jo më shumë se 1 milion lekë. Skema e re hoqi naftën pa taksa, fermerët nuk do të përfitojnë më naftë me çmim të reduktuar, pasi Ministria e Bujqësisë vlerësoi se kjo skemë nuk ka funksionuar plotësisht dhe ka pasur abuzime. Ndërkohë, fermerët duhet të marrin faturë nga grumbulluesit apo agroturizmat ku shesin produktet, në mënyrë që të përfitojnë nga kompensimi me 10% që do të nisë më një korrik.